Gjuha e urrëties dhe rastet e racizmit, sikurse publikimi i materialeve të papërshtatshme, kanë shënuar rritje në median shqiptare, sipas të dhënave të Autoritetit të Medias Audiovizive, që ka vendosur 13 gjoba dhe 39 masa paralajmëruese në 3 vite. Drejtuesja Armela Krasniqi paraqiti këto të dhëna në një diskutim me anëtarë të Kuvendit, institucione të pavarura, organizata të shoqërisë civile dhe partnerë ndërkombëtar, ku diskutuan prioritete konkrete legjislative dhe të politikave në përputhje me standardet europiane. Gjatë vitit 2025, nga 106, pra shihni numrin e rasteve vjen në rritje, nga 106 raste të identifikuara si përmbajtje të transmetuara të papërshtatshme, ka pasur 30 raste, apo 28% të përdorimit të gjuhës së urrëties, prej të cilave 2 ishin me frym racizmi. Gjatë periudhës 23-26 janë marrë 13 sanksione me gjobë dhe 39 tërheqje vëmendje për këtë çështje që po adresojmë sot. Edhe pse ka një ligj të posaçëm për mbrojtjen e pakicave etnike, racizmi dhe diskriminimi nuk artikulohen në mënyrë specifike në legjislacion. Deputetja Jorida Tabaku e cilësoi diskriminimin si pasojë e një klime toksike të krijuar nga politika dhe qeverisja. Edhe përjetojnë atë çdo ditë, por nga ana tjetër është ndërtuar një kulturë toksike në politikë dhe në media. Kjo kulturë toksike reflektohet njëkohësisht edhe në media, ku fatkeqësisht ndarja është kthyer në instrument dhe gjuha është kthyer në armë. Gjulia Re, drejtuese e zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, vlerësoi se Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në parafrimin e kuadrit të saj ligjor me standardet europiane, ndërsa përfaqësues të BE-s theksuan se adresimi i racizmit dhe gjuhës së urrëties është një pjesë thelbësore e rrugëtimit të Shqipërisë drejt anëtarësimit të vendit.